ti në shpital do shkosh, të rutina jote do shkosh. Ideja është që po, ke hyrë, merri më të mirën. Po është edhe ajo që tha Monika, nuk del njëri pa fitu, një gjë. Ore nuk del, s'ka shanse, se kemi pa. Janë akoma njerëz që janë bukë në të gjë. Patjetër. Kur i ka ecë Jo të gjithë, ka dhe që e ka në fatë shkurtër. Po, patjetër. Se varet sa karizmatik je, sa të dhënë. Sa ke dhënë do marrësh. Po, në qoftë se jo sa ke dhënë, se në qoftë se bigu të jep një gjë, kam përshtypjen të jep 3. Ndoshta edhe ca më shumë, por nuk dua ta egzagjeroj. Në qoftë se jep 1, të jep 3. Në qoftë se jep 3, të jep 6, se s'jam mirë me matematikën edhe kështu vete. Shkolla e artit. Shkolla e artit, tamam. Kështu që patjetër, secili nga ne do ketë fitimet tona. Tash pse duhet të shtyhemi në këtë lloj mënyre? Hajde ta fitojmë me i këndshmi që vendos publiku, më e këndshmja, më... Gjithsesi, unë kam një gjë tjetër, që bëra dhe mendova diçka për ty, edhe sikur të më ndodhe kundër, dhe që tipit që hasi Eugjini që ka djalin mirë me vërtet, nuk e di pse pas kam gjyku, vjen një pikë Eugjini që mua më nxjerr ti atë mendimin e parë që kam pasur për ty. Më thon mua impakti i parë nuk më gënjen, kurse si. Çfarë impakti ke patur për mua? E futë kot tani, unë ty të kam mbaj tani po flet për kartu? Jo. Në përgjithësi. Po për çfarë the? Përse e nisi? Jo, e thash se tu ka individ që i kam pa i kam dëgjuar kur para se më hy. I kam pa dhe kam thënë... Kështu. Jo, i kam thënë do i rri kundër, kupton? Kur kam marrë tu, kam pa një anë tjetër, i kam thënë ha se mirë. Pastaj kanë dalë atje. Mirë sa erdhe në botën time. Dhe përveç se kanë dalë atje, unë s'du t'i jap, se kur thu vëmendje nga vëmendja ime është çik kështu si... Po jo për vëmendje është... Po nuk du t'i jap, kuptonte? Nuk du t'i jap. Mos ja jep, po shikoj, nuk është të them vëmendja jote sikur ti ke ndonjë vëmendje kush e di se sa të madhe. Nga vëmendja, nga jotja jote. Si ta artikoj, ku po kuptohemi ne. Po, të di shumë mirë, nuk po ta marr për mendje madhësi. E di ç'është do të thuash. Them okay, Selin, okay, s'ka problem. Një që mendova dhe unë kur më thanë me krerin, duan vëmendje